Të dashur miq të Art Diaspora TV, përshëndetje. Dalim sot për të ndarë me ju një histori, do hedhim dritë për sa i përket fokusit edhe qëllimit që Art Diaspora TV ka. Cila është historia? Sot në mëngjes më shkruan një me bi që dikush tjetër është duke bërë video me artificial intelligence edhe si Art Diaspora TV, po ka një popularitet jashtëzakonisht të madh. I thash, unë e kam parë atë, thash, po ne jemi krejt ndryshe nga ai llogari Facebook apo platforma apo jemi krejt ndryshe në ça sensi. Në qoftë se dikush ka popularitet të jashtëzakonshëm duke bërë disa video me artificial intelligence, ky nuk është qëllimi jo. E vërteta është se ne e kemi thënë edhe më përpara, ne jetojmë në një realitet të përzier, një realitet mix, një realitet virtual dhe realitet fizik. Mirë po, shoqëria e sotme është një shoqëri konsumi. Dhe shumë njerëz po përdorin teknologjinë për të fituar popularitet, për të fituar famë, edhe është një lloj si ato ushqimet fast food, që njerëzit shkojnë, mbajnë radhën, ndjekin rutinën e përditshme dhe kur i sheh pas një farë kohe janë mbi peshë. Dhe si rezultat i parimit shkak pasojë. Han fast food, kalojnë mbi peshë dhe nuk han ushqim të shëndetshëm bio. Ne nuk themi që ne jemi 100% natyral. Ne nuk vim në kohë e dinosaurëve edhe të përkasim asaj kohë. Mirë po çfarë ndodh? Qëllimi jon primar është Shqipëria. Edhe ne në videot që bëjmë, në programet që kemi, përpiqemi të ruajmë një kontent që puna njerëzore të mbizotrojë. Po a përdorim teknologji? Sigurisht po. Po ama puna njerëzore mbizotron në punët tona. Ne themi ne